Kjo nuk ka një parashikim, dhe në fakt unë paktën personalisht as nuk po e mendoj këtë gjë. Fushata është totale për çdo vot, për çdo mbështetës që ndodh në këtë hapësirë kaq të madhe. Unë kam zgjedhur të bëj një fushatë sigurisht politike, por të targetuar në një pjesë e cila mendoj është një mundësi e cila duhet shfrytzuar, fatkeqësisht kodi nuk e lejon. Kjo është kjo pjesa grije e shoqërisë, kjo pjesa e paangazhuar kritike e shoqërisë, oponente me qeverinë, por vlerësuese në raport me opozitën, me shtetin tonë, sigurisht një fushatë më e mundimshme kjo, sepse aty nuk bëhet fjalë për të folur me fanatik partish, por me njerëz që votën e përdorin me arsye, vlerësojnë ose ndëshkojnë me votë, dhe unë e kam thënë po targetoj dhe qëllimi im është pikërisht të drejtojmë kësaj vote dhe kërkojnë në Tiranë votën e arsyes, votën e njerëzve që vlerësojnë me votë për te fanelave politike. Patjetër kërkon kohë, kërkon angazhim ndryshe, një regjistër të komunikimi ndryshe. Por është dhe e bukur sepse në fundit aty ke sprovën e vërtet të ecjes apo ngecjes në vend apo mbetjes mbrapa. Çollaku, duhet të të pyes pak edhe për një çështje të rëndësishme që është kontrata e lobimit me Continental Strategy. Besoj ke ndjekur $6 milion, një shifër shumë e lartë. Ja vlente ky shpenzim, edhe pse zoti Berisha ka thënë që nuk është i PD-s, është i shqiptarëve në Amerikë, patriotëve shqiptarë të tjerë. Po ndërkohë shifra është jashtëzakonisht shumë e lartë. Herbert, të them, të jem fare sinqert dhe ndjes që jam kaq zhgënjys. Jam njeriu më i gabuar dhe më zhgënjys për t'ju dhënë detaje për informacion lidhur me këtë. Jo, s'dua detaje. Edhe unë si ju, edhe unë si ju e kam parë në media, e njoh media me këtë gjë. Po them diçka tjetër fare hapur. Unë kam punuar në ambasadën e Shtetit Bashkuara, kam drejtuar ambasadën në një periudhë konsiderueshme në qeverisjen e Partisë Demokratike, dhe atëherë sigurisht çdo qeveri. Pra, kjo nuk është një veprimtari e paligjshme e Shtetit Bashkuar, është krejt normale. Por më beso, siç e mendoja unë në atë kohë atje dhe mendoj edhe sot, por dhe kolegë të tjerë diplomat, ndonjëherë shërben, ndonjëherë në paktën e diplomatëve na dukej teprim të angazhoheshin në kompani lobimi. Imagjinoni kompanitë e lobimit që angazhoheshin për të ndihmuar për raste specifike, gjysmën e punës na e kërkonin ne, punonjësve të ambasadës Republikës Shqipërisë, të cilët kishin detyrë shtatërore për të punuar për atë gjë. Pra, gjysmën e hamallëkut në thojza e bënim ne, këta na pyesnin ne ç'do bëjmë, ku do shkojmë, ç'a do bëjmë dhe pastaj raportonin këtu si punë tyre. Por sigurisht këtu është një lloj modeli që hajde ndihen më të sigurt, kur ka kompani lobimi atje. Në fakt është një praktikë e njohur. Çdo qeveri e bën, çdo grup interesi e bën Shtetet e Bashkuara. Një ndër pjesët mendoj unë që në atë kohë ne u përpoqëm të punonim me kompani lobimi, ishte çështja e liberalizimit të vizave me SBA-n, ku marzhi i përcaktuar me ligj nga Kongresi për refuzimin e vizave nga ambasadat, pastaj për të hapur rrugën për njerëzit, ishte diku te 15%, ne tentonin përmes lobimit, në fakt bëm lobim dhe ne dhe kroatët për të çuar 28% në Kongres, dhe në fakt kroatët e mbritën destinacionin, Shqipëria mbeti ende në klasë. Po e kam fjalën që gjysmën e volumit punës në çështje të lobimit e bëjnë punonjësit e ambasadave, pavarësisht se pastaj u faturohet kompanive të lobimit. Në parim unë kam qenë kundër këtyre historive dhe do thoj edhe në atë kohë që shikoni, gjysmën e punës e bëjmë ne, është e kohë që angazhohemi në këto dimensione. Megjithatë, është mendimi im, çdo qeveri ka lobuste vet në SBA, edhe kjo aktualja, edhe ne kur ishim, çdo parti ka lobuste vet, çdo grup interesi ka të drejtën të ketë lobuste vet në Shtetet Bashkuara, dhe kjo është veprimtari legjitime në bazë ligjeve të vendit, por dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Çollaku, dalim pak nga situata në PD, futemi në kampin kundërshtar. Si e shikoni partinë më të madhe rivalen tuaj, direkte Partinë Socialiste në këto zgjedhje? Nuk po i shoh në fushat, nuk po i shoh në terren, për të qenë fare sinqert. Edhe ata thon kështu për ju. Mendoj mundet, mendoj dhe ata duhet të jenë kapur në këtë ngërçin e sistemit zgjedhor, më shumë betejë ka brenda llojit se sa me rivalet politik. Çfarë unë ndjej, dhe këtu do të jem jo propagandistik, por i sinqert ndjej që si asnjëherë në terren kur shkojmë, kur